Ndodhen përballë stadiumit të Wembleyt, i cili këtë të premte do të presë ndeshjen e parë zyrtare të kualifikuesve të Kupës së Botës mes Anglisë edhe Shqipërisë. Interesi për këtë duel është mjaft i lartë. Le të ndjekim disa nga opinionet e tifozëve anglez ekskluzivisht të dhëna për emisionin Max Sport në Euronews Albania. Mendoj se do të jetë një ndeshje e bukur. Është sfida e parë e Thomas Tuchel. Do të jetë interesante të shohim se si do të luajë dhe çfarë stili futbolli do të ndjek. Shpresoj që të jemi më sulmues, por mendoj se Anglia do të jetë ekipi dominues. Do fitojmë 3-0. Mendoj se Harry Kane do të shënojë 2 gola. Jam tifoz i Newcastle, kështu që jam i lumtur që Burn është grumbulluar për herë të parë, por kemi edhe Liverhampton dhe disa të tjerë që mund të bëjnë mirë. E emocionuar u shfaq edhe tifozja angleze. Shpresoj që Anglia të fitojë, sepse kemi 3 lojtarë ta nga Newcastle që sapo u grumbullua në skuadër. Kështu që jemi shumë të emocionuar dhe shpresojmë që do të luajnë mirë. Rezultati do të jetë 2-1 për Anglinë. Lojtari mi preferuar është Dan Burn, i cili është 32 vjeç dhe sapo është grumbulluar për herë të parë në skuadrën e Anglisë. Interesante është se tifozët anglez presin me padurim të shohin stilin e lojës që do të aplikojë trajneri Thomas Tuchel. Do të jetë një ndeshje e veçantë, sepse trajneri Thomas Tuchel debuton me Anglinë. Jam kurioz për të parë stilin e ri dhe lojtarët e ri në ekip. Mendoj se do të ketë mënyra të ndryshme se si Tuchel do ta vendosë ekipin në fushë, por personalisht pres një fitore të Anglisë. I pyetur se kush është lojtari i preferuar te Anglia, tifozi Newcastle u shpreh. Për mua është Bellingham, Jude ka të gjitha. Mesfushori po kalon një formë të jashtëzakonshme te Reali. Ndeshja Anglisë-Shqipëri do të zhvillohet këtë të premte me 21 mars duke nisur nga ora 20:45 në stadiumin Wembley në Londër.